Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në Plus Minus 18. Sot kemi një emision shumë të veçantë, sepse kemi ftuar një grup të rinj nga Gjimnazi Ismail Qemali në Tiranë dhe ka një arsye. Ata kanë festuar 7 marsin në një mënyrë krejt të veçantë. Në fakt ne kemi pasur edhe gjimnaze të tjera, kemi trajtuar edhe 7 marsin për rëndësinë që ka kjo ditë për mësuesit, por edhe për nxënësit, ndërkohë që Ismail Qemali ka tërhequr vëmendjen tonë sepse ka patur aktivitete shumë për te dyerve të shkollës, duke na treguar që shkolla nuk është thjesht një garë për nota apo për rezultate, por në fakt kthehet edhe në një hapësirë ku të rinjt kanë mundësi që ta shprehin veten e tyre në forma të ndryshme, në disiplina të ndryshme sportive dhe sa i rëndësishëm në fakt është sporti për shëndetin e të rinjve, jo vetëm atë fizik, por edhe atë mendor. Kam kënaqësi të prezantoj sot në studio edhe profesorin e edukimit fizik Arben Becolli. Të përshëndes, faleminderit që je në program, është vërtet shumë kënaqësi. Faleminderit, kënaqësi. Alicia Husi. Po, përshëndetje. Alicia, të përshëndes. Çfarë viti je ti? Unë jam viti 3, jam maturante këtë vit. Maturante. Pse në vitin 3 është tashmë. Ne jemi një brez tjetër. Shumë kënaqësi që je Alicia në studio dhe Ema Hasa. Ema, përshëndetje. Mirë se erdhe. Faleminderit që jeni sot këtu të gjithë. Profesor, po nisim me ju për të na treguar pak më shumë se si u lindi ideja për ta organizuar këtë 7 mars kaq dinamik, me kaq shumë disiplina sportive, gara dhe vërtet nga pamja që pam dhe që do kemi mundësi të shohim edhe në këto momente në ekran, ishte një vetëm përsyt sa e bukur që ishte. Pastaj kur mendon që ka një përfshirje të gjithë nxënësve, adrenalina që marrin ata, edhe edukimi që vjen nëpërmjet sportit. Nuk është thjesht se pam një aktivitet që po e shesim si aktivitet. Unë kam rreth 12 vjet në Gjimnazi Ismail Qemali, edhe këtë tradit kemi gjetur pak a shumë. Në momentin e parë që unë jam emëruar si mësues i edukimit fizik, ne kemi qenë rreth 15 mësues të edukimit fizik me një përbërje nxënësish 200-2300 nxënës, një nga shkollat më të mëdha të Republikës. Dhe për të thënë saktë, në këtë mas të madhe nxënësish, të duhen 2 gjëra për të shkuar mbar punët. Të evidentosht në raportin aso që ne kërkojmë vazhdimisht sa gjithë përfshirje kanë mësuesët me elementin që kanë nxënës, pra gjithë përfshirjen për të qenë në aktivitete fizike, dhe pjesa e dytë që kemi dhe detyrim për zgjedhjen e elementit talent. Kështu që në tërë këtë rrugë që kemi patur, kështu ka qenë vazhdimisht Ismail Qemali, ka përfaqësuar drejtësisht në të gjithë sportet, ju do të shikoni, kemi këtu në të djathtë për shembull një kampione absolute të sporteve marciale, po si kjo dhe shumë të tjera aty brenda, ndërkohë ajo që pak më përpara e thatë dhe në prezantimin është që ne jemi kampion për në gjithë përfshirje. Pra në të gjithë elementi që kalon Ismail Qemali do të merret patjetër me një disiplinë sportive. Po si ju nisët njëherë për të bërë në thonjza një lloj gjuetie talentësh në disiplinat të ndryshme sportive dhe më pas menduat që të organizoni edhe aktivitete me përfshirje më të madhe, sepse jo të gjithë kanë talent në sport, apo jo, pastaj është edhe çështja e disiplinës, është edhe mosha pak delikate, ka një moshë që nuk duan të impenjohen shumë, ndërkohë që ata që impenjohen e kanë disiplinën, rrugës mund ta gjejnë edhe talentin, apo e kam gabim? Jo, saktë. Këtu kemi të bëjmë edhe diçka me raportin profesional të mësuesve. Thatë shumë bukur pak më përpara, tjetër është vlerësimi në notë dhe tjetër është çfarë njohuri marrin dhe se sa në funksion të shëndetit. Prindrit nuk duan se çfarë notë marrin. As ne si mësues. Ata duan se çfarë marrin konkretisht për shëndetin, çfarë njohuri dhe koncepte marrin për gjithë jetën. Marrin dije, jo nota. Jo, pra këtu është dallimi dhe ne për hir të vërtetë. Po ka dhe prindër që duan nota, po të them që në fillimet e para unë kam gjetur të tillë dhe më çuditur kur dikush vjen dhe thotë, "Shiko, do të ma shikosh pak." Ka ndryshuar. Dhe përgjigjja jonë ka qenë thjesht, unë do desha të më thjeshe si ta vendos në pozicionin e punës, si të jetë më aktiv dhe çfarë t'i gjejmë sportin me të cilët ai të merret, jo vlerësimin në notë. Dhe besoj ja kemi arritur. Sa për sa thatë më lart, festën pastaj të 7 dhe 8 marsit e pret gjithë vendi. Ne jemi të vetëdijshëm që kalon një vit dhe përgatitemi për vitin tjetër.
Sa ko përgatiteni, jam kurios? Përgatitja nuk është të përgatitemi sot për nesër. Në sistemin arsimor tonin, sot për sot, ne nga kurikula e kemi të ndarë programet 3 mujore. Pra, del 3 mujori parë në notë, del 3 mujori dytë dhe 3 mujori tretë. Gjithë departamentet bëjnë programin me çfarë tema do të merren brenda 3 muajve. Kështu që në bazë të sezonit ne përgatitemi të gjithë mësuesët të përgatisin të drejtën e aktiviteteve që bënë. Mbledhur në të gjithë këtë do të konkludosh me festën e 7-8 marsit, ne do të konkludojmë shumë shpejt me festën e biaktivit dhe në fund do të mbyllëm me ditën olimpike që kjo në të gjithë Republikën konkludon me 1 javë të olimpizmit në të gjithë shkollat e Republikës. Kështu që duhet patjetër të përfshihen. Po këtë vit ishte diçka më ndryshe? 7 marsit ishte më shumë aktivitete, ishte zhvendosur më shumë jashtë. Çfarë kishte ndryshe këtë vit nga ato festime tradicionale në një farë mënyre? Apo ju bëni dallimin si shkollë, ndryshe nga Ma dëgjoj dhe këtë, e pse jo të themi që bëjmë dallime. Unë personalisht, për shembull, jemi të ndarë në kabineti jonë në disiplinat e lojrave, që janë voleybolli, basketbolli, futbolli apo handbolli, po kemi disiplinën e atletikës, të gjimnastikës, të tenisit dhe të ping-pongut, kemi të sporteve marciale, e ajo që themi gjithë përfshirje të hymë thellë, të më falin disa mësues që unë falë zotit kam qenë dhe inspektor në Ministri për të kontrolluar dhe punë në Shqipëri. Me thënë ke parë dhe nga lartë? E kam parë dhe nga lartë dhe nga afër që do desha t'i thesha që shiko, po ti me impenjohemi pak më shumë, kemi aq hapësira për të marrë me sport të gjithë nxënësit dhe ne ja realizojmë këtë gjë. Thënë saktë në këtë mes, duke ditur që unë mbuloj dhe guidat turistike, po dhe vozitit me kanoa. Profesor, që me shumë i zënë, me shumë ngarkesa. Më vjen mirë dhe unë këtë do t'i thesha gjithë se cilit që na dëgjon. Le ta mbushim kohën me aktivitet fizik, përsa të mos kemi mundësi pastaj të jemi me të uruarin në celular, apo me gjërat të cilat nuk janë të hishme për familjet, për shoqërinë dhe për vete gjithë se cilin kanë zënë. Kështu që në këtë aspekt, ne kemi të programuar që në shtator, sigurisht këto kërkohen dhe nga drejtoritë përkatëse, dhe në departamentet, por mësuesit pastaj janë të përgjegjshëm dhe sa dhe si do t'i ndjekin detyrën. Falë zotit. Për shembull, artet marciale nuk e dija që janë në gjimnaze, pra që ekziston një disiplinë dhe që dikush mund ta zhvillojë, mund ta praktikojë, që më duket vërtet shumë e bukur. Kjo që e plotson fjalinë është ajo që thash më përpara. Vjet në maturën e kemi patur 2 çuna, të cilët në moshën që ishin kampion Evropë për kulturizmin, që jo shumë shkolla e njohin, dhe kampioni i Ballkanit për mundjen e duarve që ne si vjet për ditën e olimpike. Mundja e duarve është kjo kështu që bëjmë ne. Do ta kemi kampionat më vete. Pra, në Ismail Qemalit të paktën 2 sporte duhet jenë të veçantë çdo vit. Dhe ne të paktën duhet të plotësojmë 18 sporte në vit për të bërë atë ciklin midis sporteve dhe gjithë përfshirjen e nxënësve. Kjo është arsyeja që ka shumë sporte. Përtej, çfarë vinë të orientuar nga zyrat arsimore apo nga drejtoritë përkat, nga drejtoria. Keni dhe ju atë kontributin tuaj, le të themi, në shtimin e disiplinave. Absolutisht. A profesor, si është interesi i nxënësve nga ana tjetër? Sepse ne edhe e prek e vetë kur the që ka një fokus shumë të madh tek celulari, tek rrjetet sociale, tek interneti, mund të navigojnë sa herë të duan. Është bërë një nga elementet e shpërqendrimit më të madh të tyre dhe unë mendoj se është sfida e këtij brezi që është tani, po edhe atyre që do të vinë. Janë të interesuar me gjithë këtë shfokusim të madh që kanë, me gjithë këtë internetin që ka bërë botën një qytet shumë të vogël? Dhe që i tërheq si magnet, duhet të thënë dhe kjo në tërheq edhe ne, dhe jemi fajtor të gjithë, por që ata e kanë atë aftësinë e menaxhimit, le të themi, më të ulët, edhe kjo për shkak të vetdije, sepse janë të rinj shumë. Okej, atëherë më lejo të them. Sporti i keq është vetëm ai që s'bëhet. Aty nisë keq ajo që se bëhet. Edhe kjo edukohet në shkollë. Edukohet. Unë jam i vetëdijshëm për një gjë. Shpesh fëmijët që na vinë nga 9 vjeçaret ka në periudha të ndryshme të zhvillimit anatomo-morfologjik. Një mësues i edukimit fizik është në shkollë, jo thjesht një pjesë e disiplinës së shkollës, që është forca dhe zemra e disiplinës së shkollës, por është edhe një mik i mirë. E në raportin kur ti njeh cilësitë individuale të çdo nxënësit, se ndryshe i kemi grupin e femrave, ndryshe të meshkujve, ndryshe të periudhës
14, 15 apo 17 vjeçarësh, duhet që paralel me këto t'i afrosh fëmijëve ato cilësi dhe ato aftësi të cilat ata do të duhet t'i dashurojnë. Në të kundërt, nëse i afrojmë diçka që nuk e duan, ne këtu kemi pushkatuar veten dhe nuk kemi bërë as detyrën. Vështirësitë më të mëdha në të gjithë gjimnazet, po dhe të gjimnazione, është kapërcimi nga 9 vjeçare tek gjimnazet. Dhe një punë e madhe mësuesve të edukimit fizik dhe gjithë shkollës në tërësi, i del 3 mujori i parë. Po, pse ka vështirësi në kapërcim? Sepse ka ndryshim të... Ndryshimi i mësuesve, ndryshimi i ambienteve, ndryshimi i komunikimit midis mësuesve të lëndëve diku, periudhe ndryshimeve, si që thashe, anatomike. Personale të zhvillimit të tyre fizik, por edhe psikologjik, se u rriten interesat të tjera, u zgjerohet gama. Sigurisht, fëmijët nuk janë të mirë orientuar në shkollë të re, dhe këtu është pjesa më delikate për të cilën çdo katedër duhet të bëjë detyrën e vet. Ne të sportit e kemi këtë detyrë dhe përpiqemi që në momentin që futen anët teknike të një disipline, me këto disiplina kemi të bëjmë edhe në vitin e 2 dhe në vitin e 3, pra edhe ne lehtësojmë punën tonë, nëse nuk më kuptoni. Pra edhe fëmijët hynë në një rrugë të mirë, po edhe ne pastaj kemi një organizim më të mirë dhe një drejtim më të mirë të mundshëm për shëndetin e fëmijëve. Vajza, tani më tregoni dhe ju për eksperiencën tuaj në disiplina duket e qartë se ka ardhur me uniforme arteve marciale, me çfarë sporti je përfshi? Unë më së shumti përfshem në sportin e volejbollit. Klasa ime ka qenë në finale 2 vite, pavarësisht se nuk e kemi fituar. Në finalen e kujt të shkollës? Po, të gjimnazeve. Të gjitha gjimnazeve? Po, jo më shumë se para 3 vjetësh, Gjimnazi Ismail Qemali ka qenë kampion i gjithë qarkut të Tiranës në volejboll për femra, ku kanë qenë pjesë dhe vajza. Kështu që në 7 mars ju kishit... Po, ne kishim dalë për një ecje, pra për sensibilizimin e 8 marsit më së shumti, sepse për ne është një festë hynore, pra është dita e grave, temi atë që është. Dhe kemi dashur, do me thënë, të përcjellim frymëzimin që aktiviteti fizik ka pa rëndësi sa edhe lëndët e tjera, le të themi. Pra nuk duhen më njanuar, edhe lënda e fiskulturës që je profesorës e japin gjitha zyshat tona, nuk duhet lënë më njanë, sepse kemi matematikë ose gjëra të tjera pak janë të barabarta, le të themi. Aktiviteti fizik, siç thash, u bë për një frymëzim më shumë, për të treguar që aktiviteti fizik ka rëndësi, që shëndeti për ne ka rëndësi, që duhet të kontrollohemi, duhet të bëjmë më të mirën, le të themi, për veten tonë në përgjithësi. Nga ku e bët ecjen? Rreth lumit të Lanës. Kishit ndonjë pankartë në duar? Jo, me thënë drejtën, ishim veshur të gjitha uniforme, bluzat bardha dhe me tuta të zeza dhe bëm vrapin. Pam. Kjo ishte përfshira jote për 7-8 mars? Apo bët edhe ndonjë lojë volejboll? Lojrat e volejbollit janë të përhershme, me thënë drejtën, nuk kam qenë aktiviste. Po, nuk kam qenë aktiviste vetëm volejboll, gjithashtu kam qenë edhe në basketball, pasi kam qenë në kurs prej goxha vitesh. Pra ke zhvilluar dhe privatisht apo vetëm në shkollë? Edhe privatisht edhe në shkollë, të dyja. Në çfarë moshe ke nisur të merresh? Kam nisur 2016, unë jam 18 vjeç, i bie para 10 vitesh, që në moshën 8-9 vjeçare. E kuptoj, dhe vazhdon që të merresh. Profesor, para se të kaloj edhe tek Ema, Alicia tha që duhet trajtojmë lëndën e edukimit fizik me të njëjtën rëndësi si trajtojmë matematikën, gjuhën apo lëndët e tjera. Dhe në fakt ka pasur një lloj mentaliteti. O, sa mirë kemi edukim fizik, pushim. E merrnin si një orë ku pushojnë dhe jo që duhet impenjohen apo përfshihen, aktivizohen njësoj si me lëndët e tjera. Ka ndryshuar ky mentalitet dhe atë ka disfavorizuar në disa raste? Apo ke qenë ti që e ke bërë lëndën interesante, është çështje personale, do me thënë se si një mësues i edukimit fizik e trajton vetë lëndën e tij? Ka qenë koncept. Ka qenë një mentalitet. Por ka patur dhe një arsye. Në reformat që janë bërë vitet e fundit, unë kam qenë pjesë e reformave që me 2016-ën, sistemi ynë arsimor nga një orë që ishte mohuar drejta e të marrit me sport, ne e kaluam nga 1 në 3 orë. Kështu që këtu shikohet që kanë marrë e kanë kapërcyer edhe shumë vendet e Evropës në të marrut me aktivitet fizik. Pra ajo i përket të djeshmes, që shpeshherë... Paka shumë në cilat vite erdhi kjo që le themi u minimizua roli i sportit, rëndësia e tij, se pastaj tani aktualisht që flasim, në fakt ka edhe një ndërgjegjësim tek të rinjt
për te shkollave, pra ne i shojmë që merren me palestër, kanë pra në kalendarin e tyre e kanë sportin, shëndetin, e kanë të rëndësishëm, ka një ndërgjegjësim, po dikur sikur ndodhi një moment është pra ky momenti që po flasim, që nga 2 orë aktiviteti fizik kalojnë në 1 orë në shkollë. Dhe për hir të së vërtetës, disave të më falin, i erdhi mirë që po punë e madhe se atë rrogë po e marrën pavarësisht se ishte një rrogë moderne. Pra rroga nuk ndryshoi, Ullën. Ora kjo ishte, nuk e di se si mund ta kaloj në përmend. Ishte penalizuese në një Ishte penalizuese. Dhe ne bëm hapin e madh që kemi që me 16-ën, orët e edukimit fizik tani në gjithë shkollat e Republikës janë 3. Bile këtu mund të thesha që edhe 3 ne nuk ishim të përgatitur dhe nuk jemi akoma të përgatitur për këto, do një menaxhim më të mirë të saktë dhe profesionale për të realizuar atë çka që ti japësh më të mirën, po dhe fëmijët marrin më të mirën. Dhe mos ta konsiderojnë një orë pushimi, po një orë në një farë mënyre që do shkarkojnë stresin e tyre, do kënaqen me njëri tjetrin, sepse sporti ka dhe këtë të bukur që është social. Është vërtet një mënyrë për të socializuar me njëri tjetrin përveç atyre benefiteve që ne marrim nga lëvizja. Unë shikoj 2 raporte me nxënësit që vinë nga 9-vjeçarët dhe për 3 vite që kalojnë, 2 ndryshime i kanë të theksuara. Janë të detyrueshme matjet antropometrike që bëhen në shkollë. Me matjet nuk janë skematike, ajde po e bëjmë dhe pse po e bëjmë. Shikojmë për të kontrolluar posturën e trupit, zhvillimin fizik të tyre që e thamë më përpara, dhe gjithë cilësitë dhe si do t'i japim ngarkesën nxënësve për t'u bërë në të ardhme të shëndetshëm. Në fundit ai është qëllimi kryesor. Për te atyre, siç kemi emën këtu, që kjo është tek cilësia elitë, kjo është tek zgjedhja elementi talent që do ta thot vetë pak më poshtë Ema. Në këtë raport them që me këtë 3 orshin mësuesit e edukimit fizik kanë mundësi në të gjithë vendin edhe të përfshinë në aktivitete fizike, po dhe të nxirrem si kjo vajza këtu dhe shumë të tjerë që pak... Profesor, ndihesh krenar kur zbulon talentet dhe që ecin dhe japin rezultate? Si e përjeton? Nuk është pak, por për tek kësaj do thesha, ajo që ne përpiqemi të mësojmë nxënësit, sepse ka dhe disa mësues në shkolla të ndryshme, duhet patjetër dhe të fitojmë me Ismail Qemalin, me Betroninin, me Sami Frashin, apo jo. Po që se të gjuat pak më përpara, numri nxënësve të Ismail Qemali ka qenë rreth 2000 nxënës. Atëherë çfarë do të bëjë një shkollë që ka 150 nxënës? Ajo që cilën ne na detyrohet të ndërgjegjësojmë nxënësit, mua më ndodhi fati që të jem tek Ismail Qemali, por mund të isha tek Sander Prosi. Atëherë unë jam i njëjti mësues dhe unë do t'i bëja të gjithë, po jo në këto nivele. Kështu që niveli e nxënësve që vinë, numri i nxënësve të tyre zgjedhja është më e madhe, por tek gjithë përfshirja kemi punë më të madhe. Kështu që sigurisht ndjehem mirë. Ne kemi kampion në shah, ne kemi kampion në atletik, ne kemi sigurisht kampionët të llojet e lojrave dhe deri si të thash dhe tek kulturizmi apo tek qitja apo më thua një sport. Që pjesa e aktiviteteve ishte edhe shahu. Po. Që kishit bërë ishte garë, konkurs, apo ishte... Shiko, në shkolla jonë bëhet traditë me të gjithë shkollat që ne i kemi që prurjet do jente, ne organizojmë në periudhën e olimpizmit, që është i përkon rreth prillit, dhe tek ajo kalçeta jonë që uroj dhe do të desha të kishim një ditë aty, aty të paktën do të ketë 70-80 garus që do nxirren kampionët. Në prill. Në prill. Në fakt mirësisht, sigurisht ne kemi bërë deri tani 2 aktivitete të shahut dhe vazhdojmë të bëjmë edhe me gjimnazet e tjera, po edhe me 9-vjeçarët. Dhe tradita na ka sjell që të kemi paktën këto 5-6 vjetësh që të Tedi Shpati që kujtoj me simpati që edhe telefonon dhe bën përpara 8 vjetësh një kampion fantastik i Ballkanit, po edhe deri tek një Doda që kishim Doda deri përpara një viti që ishin absolut në shah. Po kështu, kemi parë shumë shahistët të shkëlqyer edhe në Petronini, apo dhe në Qemastafa. Pra kjo është ajo marrëdhënia midis nxënësve që thamë përpara, midis mësuesve edhe për t'i edhe shkollës që nuk është vetëm për të marrë ato notat, por të shërbejë si një komunitet ku nxënësit e kanë hapësirën të shprehen, të zbaviten, të bëjnë sporte të ndryshme. Domethënë shkolla në komunitet për mua është
fantastike në momenti që funksionon si e tillë. Ja rekomandoj çdo shkolle, pavarësisht numrit që do ketë, tek shkolla jonë funksionon grupi ishaistëve, që kanë sistemin e tyre. Unë e di për shumë që numri aty është rreth 84 sot, dhe nga këta të cilët... Sa shumë, sa është dhe një sport që kërkon një lloj IQ-ja, më kam gabim. Shikoj, jo thjesht shahiste, por dhe përfshirjen e femrës që është domethënëse në shah, që më ka pëlqyer shumë dhe po kanë qenë dhe nga herë dhe kampione. Janë vajza tani, përfshirë në gjitha sportet, ndryshe nga dikur që sikur ishin dhe sportet e përcaktuar, këtu mund të shkoj vajza, këtu mund të shkoj vetëm djem, ndërkohë që tani i shikojmë në mundje, i shikojmë futboll, i shikojmë në të gjitha disiplinat sportive. Dhe është fantastike, siç është dhe Ema, që merret me arte marciale. Personalisht kam një ide sikur është sporti më i mirë për trupin, mund ta kem dhe gabim. Po më pëlqen shumë se si e formon muskulin kjo disiplinë sportive, mënyra si rin kaq drejt, nuk ka fryrje muskulare, më duket shumë sport i bukur. Është i bukur Ema? Po, dhe duke qenë se unë kam nisur në moshën 6 vjeçare, më ka bërë që edhe zhvillimi fizik të jetë një lloj dhe i duhur. Kam pasur shumë kampionate, kam marrë pjesë në rreth 60 kampionate ndoshta. Vërtet. Që në atë moshë apo më vonë? Po, kam filluar që nga mosha 6 vjeçare dhe deri tani kam marrë pjesë si ndërkombëtare dhe kombëtare, kam në Ballkanik, në Europian kam marrë pjesë që është zhvilluar në Zvicër, në nëntor të 2025-s. Kam diku te 50 medalje në mos gaboj. Wow. Edhe 4 kupa dhe shumë certifikata. Ka një kompeticion që të ka sfiduar shumë dhe që e mban mend, ka mbetur në mendje? Përveç kampionateve ballkanike dhe europiane, ka qenë në Kosovë në vitin 2022. Aty pata 2 ndeshje me 2 kosovarë, të cilat ishin të vështira, po gjithsesi fitova dhe u shpalla si sportista më e mirë teknike në gjithë kampionatin. Si konkuranti, përfaqëson Shqipërinë apo është... Për sa i përket kampionateve kombëtare, jemi sipas ekipeve. Po, kjo kuptohet. Ndërsa në ndërkombëtare, po, përfaqësojmë Shqipërinë. Jeni një ekip, pra. Po, ekipi kombëtar. Ekipi kombëtar i arteve marciale. Po, mblidhet komplet nga ekipet që janë të gjithë Shqipërinë dhe përzgjidhen më të mirë dhe shkojnë përfaqësojnë Shqipërinë. Tani, si e zhvillon të artin tënd në shkollë? Se na intereson të dim edhe sa hapësira ka shkolla për të zhvilluar sporte apo disiplinat ndryshme? Përveç kur shkoj nëpër kampionate që përfaqësoj ekipin tim ose Shqipërinë, përfaqësoj edhe shkollën ku jam, kështu që shpresoj që edhe shkolla kërnohet me mua që fitoj jashtë apo brenda Shqipërisë. Ema, përveç këtyre medaljeve që patjetër kur i shikon ke një lloj satisfaksioni, ndihesh krenare me veten, çfarë të ka dhënë sporti diçka që asgjë tjetër nuk ta jep, edhe që ti e shikon si pjesë të pandarë të jetës tënde? Disiplinën. Është gjëja kryesore që është dhe në sport, por edhe në jetë. Është diçka që më ka ndihmuar shumë. Ka diçka që sporti të ka shpëtuar, që mos merresh, për shembull, siç janë veset e këqija. Fenomenet tani. Veset të qia këquan ti, se jesh shumë e vogël. Po, për shumë... Si mund tjetë duampirja, apo alkooli, apo shpenzimi... Si e ke marrë dhe meritët sociale, për shembull ti? Nuk përse kam shumë kohë me thënë drejtën, se tani dhe viti i parë, shkolla ka shumë ngarkesë, edhe sporti, dhe më thënë nuk është se kam shumë kohë. Po, është sporti që t'jep objektivat të tjera në jetë edhe ti kur e shpenzon kohë, e ke si më të shtrenjtë, pra e ke shumë të kalkuluar, mund të qosh dëm, ta ka dhënë edhe këtë pjesë sporti. Po, duhet të fokusohem përveç shkollës edhe kam dhe sporti që duhet të fokusohem, kështu që nuk mund të qoj dëm. Sporti të pengon ndonjëherë për mësimet, apo... Kam arritur ta menaxhoj me të drejtën. Kujt i jep më shumë prioritet? Shkollës, patjetër. Shkollës. Sporti vjen gjithmonë sekondar. Po. Kjo pse? Po, sporti ndoshta do vi një kohë që nuk do mundem ta ushtroj më, ndërsa shkolla do jetë aty gjithmonë. Do duhet gjithmonë një diplomë. Megjithatë ka dhe sot forma të ndryshme. Dikur e shikonim sportin shumë të lidhur me moshën, po edhe baletin, por ndërkohë ne shohim që jo vetëm është zgjatur, kemi futbollistë që janë 40 vjeçar që ende luajnë në fushë, nga ana tjetër ka shumë hapësira pasi lë sportin për zhvilluar biznese të ndryshme apo për qenë aktiv vetë dhe për të dhënë disiplinën tënde edhe fëmijëve apo brezave të tjerë. Kështu që nuk është aq i ngushtë sporti sa që
shikonim ne dikur, nuk e di pse e shikonim kështu shumë ngushtë, ndërkohë që është plot me alternativa. Kështu që ndiq pasionin, mendoj unë. Shumë mirë që studion, sepse dia të formon ty si individ, po edhe sporti, mos e shiko si hapësirë të ngushtë, doja të thoja. Profesor. Ishim në festën e 7 marsit. Po. Dhe mesazhi më të bukur që ka përcjell këtë vit në shkollën tonë Ema është që me një temë që kishim përpara një muaji mos gaboj, bashkë me një gjimnaste që kemi dhe udhëheqëse të sportit na mungon sot, Monika. Tema ishte e fortë si grua. Dhe të më falin gjithë burrat, po duhet kënë frikë nga këto femra. Pra, femra bën gjithë shka. Po burrat duhet kënë frikë nga gjitha femrat, se unë mendoj që ka qenie më të fortë. Një eme që kemi në aty, mesazhi i përcjell shumë i saktë tek ajo disiplinë, tek mënyra e lëvizjeve, tek çka i jep të gjithë shoqeve, po në fundit atë që tha dhe më pak më përpara, është një nxënës e shkëlqyer. Ema, pse këtë mesazh e fortë si grua? Si arritët deri te ky mesazh? Po, në fillim, kur kam shkuar, dhe më thënë se që tha dhe ju më pak më përpara, ka qenë sport që e bënin më shumë çunat, po... Ndje para gjykimit. Po, nësa tani, thënë vërtetën, ka më shumë vajzat të sportit që ushtroj unë, ka më shumë vajzat, nësa djemët shkojnë jo në palestër, ose nuk është se janë shumë të fokusuar. Nësa vajzat e përdorin dhe si vetë mbrojtje. është një disiplinë që edhe të mbron. Si qasen çunat kur marrin vesh që ti merresh me arte marciale? Stepen. Anë frika, po? Stepen, vërtet? E ndjen ti këtë? Me thënë nga para gjykimi kemi kaluar të stepja, tek intimidimi. Shumë mirë bën që intimidon. Profesor, pse duhet të merren të rinjt me sport? Unë mendoj që ne duhet i ndërgjegjësojmë shumë. Mendoj që nuk është asnjëherë tepër për të folur për këtë pjesë, për shumë benefite që ne shohim dhe që kemi folur, edhe që folëm edhe tani që sportit jep, për te asaj lëvizjes. Në shkollë jepen shumë mesazhe. Një nga të cilit që unë shpesh ne kemi bërë dhe temat të tilla në gjimnaz, po edhe për te gjimnazit tonë, është droga. Tek drograt kemi parasysh që fillojmë që tek cigaria, edhe deri tek ato të motoronda. Cigaria në fakt nis tek kjo moshë nis nga gjimnazi, që e provojmë për herë të parë. Ajo që unë e kam parë me interes në tërë këto vite që jam pjesë e lidhur fort me sistemin e edukimit fizik, është që minimizohen këto gjëra dhe kalojmë në stad ndryshe. Blet ju referoj diçka. Të gjithë ato që merren dhe me bicikletën, në gjithë Tiranë shikojmë që për të arritur nga pika A në pikën B, është më lehtë të shkojmë me bicikletë sa me makinë. Dhe në qoftë se të gjithë nxënësit e kuptojnë por kjo është se si shpjegohemi ne dhe si duhet të shpjegohet e gjithë shoqëria jonë, kemi të bëjmë me një vlerë të trefisht, them. Bicikleta nuk të kërkon makinë. E para. Bicikleta nuk të harxhon karburant. Bicikleta nuk të kërkon të marrësh kredi për të blerë makinë. Bicikleta nuk të kërkon që të harxhosh lekë për servis. S'të bën të rishullur, jetë sedentare. Bicikleta nuk të bën që të jesh nga BMI-a që nxjerrim me kapacitete mesatare, kalojmë te 80 apo 120 kilogramshi. Dhe nuk të lë bicikleta që të shkosh në spital apo në farmaci. Kështu që në të gjithë këtë koncept, bicikleta, po marrëm vetëm bicikletën, të ofron gjithë të shërbimet mira. Atëre, le të marrim dhe të zgjedhim për të gjitha sporte që folëm, edhe se sa të angazhuar do të jenë nxënësit fëmijët tanë, dhe se sa benefitet do ketë në mënyrën se si do ta zënë kohën, po dhe se sa përfitojnë nga krahu tjetër. Në qoftë se unë kam patur një marrëdhënie shumë të mirë me parqet e rekreacionit nga bashkia, dhe aty ka një grup fantastik që punon, janë të hapura nga herë ambientet sportive, por aty kemi rreth 18 kanoe dhe 4 varka që kanë kapacitetet me 5 veta brenda. Disa nxënës dhe nga Ismail Qemali, edhe kur i kemi futur për herë të parë, kanë atë frikën e mosbesimit apo frikën e ujit. Dhe në momentin që hynë për herë të parë, ka një adrenalin të paparë, dhe duan që në qoftë se shkojmë 20 apo 25, pastaj duan të bëjmë 75 apo 90. Pra ky është një transmetim në të gjithë mënyrën se si funksionojmë për të afruar me sportet, për të dashuar me ato, dhe ne kemi po të gjithë këto
fitime. Dhe jo më shumë se kemi lënë mbas 2 javësh, ne fillojmë me guidat, që Alisja është në krye. Na trego pak Alisja për guidat që do bëni dhe edhe më thuaj edhe pak sa vetë besim të jep sporti ty. Atëherë, dua ta nis nga pyetja e dytë, të them të drejtën, mendoj se nuk mjafton vetëm disiplina për të bërë një sportist i mirë, por nis që tani. Pra, për të bërë një sportist i mirë, duhet të kesh dhe ndjenjën. Dhe ndjenjën, të them drejtën, mendoj se e realizojnë më së miri mësuesit e kësaj lënde. Pra, nëse mësuesi nuk të jep të ndjenjën e dëshirës, mendoj se kur nuk mund ta gjesh, po, nëse nuk të frymëzon dhe nuk të motivon, mendoj se kur nuk do ta gjesh ndjenjën që ti të nisësh atë që ke dëshirë ose të zbulosh atë që ti ke aftësi. Për guidat, besoj se do shkojmë në për rretha, akoma nuk e kemi ndar fix. Siç tham, ishte pjesa e kanoeve, gjithashtu ne kemi ikur edhe jo vetëm në për rrethe, por gjithashtu edhe tek fushat e liçenit, jemi aktivizuar aty me fushat që janë për volejboll, për futboll, për basketboll me bluzat tona, sepse ne kemi uniformën tonë, domethënë që shkojmë aty dhe kemi bërë aktivitete të ndryshme. Po besoj se do dalim me sukses edhe këto guidat që do të realizojmë tani. Se keni përcaktuar ende, se çfarë do vizitoni apo kurreshtin për çfarë keni, për shembull, ku do doni që të Profesor Beli i di më mirë. Këto janë, për te ato që tha Alisja, këto janë atë plani që tham 3 mujor, të cilën fillon në fillim të prillit deri në maj, dhe ne çdo vit i kemi të ndryshme guidat. Për shembull, përpara 2 vjetësh kishim të pushtonim kalat e Tiranës. Janë shumë, unë origjina ime është Korçar. I pushtuat. Sigurisht i pushtojmë dhe në kuptimin që ti vizitojmë. Dhe Tirana ka shumë kala që nuk i njohin Tiranës. Vjetë kishim të kontrollonim ku janë liçenet e Tiranës, që janë jo pak 13. Dhe që ti vizitosh të do të shoqërosh me guidat veçanta. Atëherë, në qoftë se një guid përmbledh 25-30 veta, nuk do t'i bëj rasti që këtyre të jenë po në këtë, sepse në një liçen tjetër do jenë tjetër. Si vjeti kemi konkretisht turistike, që do të kemi përfshi që në shkallët e Tujanit, malin e Dajtit, syrin e Ciklopit, dhe përfundojmë tek shpella e Pëllumbasit. Sigurisht Peza është shtëpia e dytë e jona. Shkoni shpeshet. Absolutisht. Dhe në të gjithë periferinë e Tiranës që ka... Fantastike, sport, kulturë, art, turizëm, nuk e di. Është vërtet, jam e impresionuar. Shpresoj të jetë kështu në të gjitha gjimnazet, për të dhënë të gjithë nxënësve vërtet mundësinë që të shprehen edhe ta shohin shkollën si një ambient ku motivohen, gjejnë, zbulojnë talentet e tyre, nuk shpenzojnë thjesht kohën në kur të mbaroj kjo ora e mësimit të ikin në shtëpi, por që të ndjehen vërtet në një habitat që ata i formon, i disiplinon edhe i bën fundi qytetar më të mirë, se kjo është edhe detyra mendoj e sistemit arsimor. Ju falenderoj shumë. Ne do zhvillojmë pjesën e 2 të programit me 3 gjimnazistë të tjerë shumë simpatik, po të Ismaili, që do na tregojnë edhe për disiplinat e tyre sportive. Ju uroj shumë suksese, Ema, me medalje sa më shumë. Alesia edhe ty, suksese në gjitha pasionet e tua. Profesor, shumë kënaqësi që ishe në panel. Ne takojmë pas pak me panelin e dytë. Jemi kthyer me pjesën e 2 të programit, prezantoj me njëherë Erla Qorin, që vjen, si që tham, nga Ismailit. Përshëndes Erla, mirë se erdhe, shumë kënaqësi që je në program. Arbi Toti, me një mbiemër shumë të famshëm, mirë se erdhe Arbi, kënaqësi. Dhe Livia Barbullushi, edhe ky mbiemër i famshëm është. Mirë se erdhe Livia, shumë kënaqësi që je pjesë e programit. Tani na tregoni me detaje se me çfarë merreni dhe çfarë roli kishit ju në ato festimet që bët për 7 marsin dhe 8 marsin. Okej, atëherë, siç thamë në pjesën e parë, janë zhvilluar disa lojra në volejboll dhe meqense unë jam trajnuar në arbitrim në disiplinën e volejbollit, atëherë kisha mundësinë të isha një arbitre me profesor Benin në disa ndeshje që u zhvilluan. Ti vetëm arbitrim apo edhe luan volejboll? Edhe luaj, atëherë jam stërvitur diku te 2 vite apo 3 në sportin e volejbollit dhe tani më shumë merrem me arbitrimin. Luaj her pas here, por në këtë lindi kjo dëshira e arbitrimit, jam shumë kurioze. Merrte një mundësi nga zysha ime e fizikulturës dhe thash pse jo, më pëlqen të provoj gjëra të reja. Ta ofroj, pra ishte si mundësi që të bëje një trajnim të tillë. Po, nuk e dija se do ishte aq e bukur si gjë ta zhvilloje, sepse të jep adrenalin, përveç sportit, se edhe sportit jep adrenalin, por edhe kjo pjesa e arbitrimit normalisht është shumë gjë e veçantë. Çfarë mësove ti nga arbitrimi? Çfarë nuk duhet i mungojë një arbitri? Shiko.
Vëmendja mbase? Vëmendja, sepse ka 2 arbitra në lojë, po duke qenë arbitri I parë, më duhet të kem gjithmonë një poker face, pra mos ta jap veten apo të kem tim e anshme, duhet të jem e anshme. Se indikon lojtarë? Sepse indikon lojtarëve. Pra nëse shkolla ime luan me një shkollë tjetër, unë nuk mund të jap fytyra apo shenja, gjeste, sepse duket sikur mbroj shkollën time. Po ti mbase duhet të arbitrosh jo me shkollën tënde. Po jo, duhet të jem e pa anshme, duhet të jem neutrale. A rin do ta bësh këtë? Po. Po mësove gjatë trajnimit ta bësh apo edhe kam pasur pak të pjesën e ftohtësisë në fytyrë, edhe pastaj edhe je pak vetë trajnimi, po. Aha. Tjetër çfarë të duk interesante në këtë trajnim, që ti nuk e kishe menduar se do bënte pjesë e kësaj, nuk e di, disiplinë mund ta quaj, çfarë mund ta quaj arbitrimi? Nuk e di, jo një disiplinë, po një rol shumë I rëndësishëm fakt në sport. Po më pëlqen. Po shumë I rëndësishëm se një arbitër të bën gjëmën kur vjen fundi. Apo jo, është I rëndësishëm. Po, shumë I rëndësishëm në një ndeshje. Dhe si shkoi eksperjenca arbitrimit Ishte shumë... Ishte hera e parë që e bëja apo? Po, ishte hera e parë. Pas trajnimit nuk e kisha vënë re se gjithmonë kur isha në pozicionin e lojtarit, nuk e vjarë se sa vështirë ishte të ishe një arbitër dhe gjithmonë ka pasur shumë problematika se mos nxihen nxënësit apo kape me mua, por ka qenë shumë mirë. Ti nuk patë ndonjë konflikt, ndonjë pakënaqësi asgjë. Shkoi gjithçka mirë. Arbi. Ti me çfarë merresh se ka ardhur I veshur sportiv? Po, unë sportiv gjithmonë kështu jam, nuk vishem ndonjëherë serioz. Unë merrem me pjesën e atletikës. Kam 2 vite që zhvilloj si sport. E kam nisur si për qef, pastaj hyri dhe në gjak, edhe nuk e di, pastaj duke marrë me aktivitete sportive, maratona. Çfarë disipline në atletik? Çfarë bën? Në atletik bëj distancat e mesme dhe të gjata, domethënë 1500 metra dhe 3000 metra. Gar piste, ndërsa kam të qef pjesën e maratonave, marrë pjesën në maratona. Merr pjesën në maratonat jashtë shkollës, besoj ke qef, a? Patjetër maratonat jashtë shkollës, ku kam sjellë edhe kupa në shkollë. Vërtet? Po, diskutohet. Sa bukur. Nga këto treja cilat pëlqen më shumë? 1500, 3000? Me thënë drejtë 1500 pëlqen, sa aty kam dalë edhe në kampion. Jo, nuk ka lidhje, është... Ku dallojnë nga njëra tjetra përveç distancës? Dallojnë sepse kanë, domethënë qasja ndaj garës duhet jetë ndryshme në dy distanca të ndryshme. Për shembull 1500 metra është një garje shpejt. Nuk mund ta nisësh një lloj si 3000 metra. Startin dhe finishin me të njëjtin intensitet. Po, ndryshon ritmi. Kurse me 3000 metra mund të bësh edhe pak menaxhim apo jo? Po, mund të bësh edhe menaxhim. Të bash të njëjtin pace. Ngadalë, të nxitesësh më shpejt dhe pastaj nga fundi duhet vrapuar apo jo? Nga fundi të gjithë të finishi. Finishi të gjithë javë fort. Kështu që 1500 metra të pëlqen. Po, më pëlqen si garë. Bët ndonjë garë gjatë këtyre ditëve? Me thënë të drejtën jo, por pres do me thënë që të marrë pjesë në maratona, tani që do vinë, do me thënë ditë për ditë stërvitem. Kam nisur edhe pjesën e notit pak, e bëj më shumë për çlirim. Ku stërvitesh? Unë stërvitem te pista. Te pista kam edhe një profesor, do me thënë trajner, Bledar Mesi, që është kampion Shqipërie. Edhe me atë stërvitem. Në farë mënyrë stërvitesh privatisht apo jo? Po, stërvitem privatisht. Dhe e ke kthyer tashmë një pasion serioz apo shikon dhe të ardhme? Serioz jo, po nuk e di, domethënë akoma se kam darë mendjen, jam në dyshje. Gjithashtu unë kam aplikuar dhe për një shkollë. Po zbulove ti që kishe qef këtë atletika në shkollë apo jashtë shkolle? E nisa si qef, pastaj nuk e di. Po ku e nise, në shkollë apo jashtë shkollë? Jo, jashtë shkollë. Jashtë shkollë. Po. Nga prindrit apo nga ty vetë? Jo, më shumë edhe nga prindrit, po dhe vetë, do me thënë se unë kisha dhe konstruktin e trupit si për vrapus, edhe thash, pse jo ta provoj. Unë jam marrë dhe me basketbol, gati 5 vite, pas ta kalova te sport e atletikës. Po sport e atletikës e nisa dhe sepse konkurova për një shkollë ushtarake në Amerikë, West Point, do me thënë me bursë nga Shqipëria dhe me duheshin parametrat. Nisi dhe kjo ishte një arsye më shumë. Edhe nga ajo duke marrë pjesë në gara, duke shkuar për gara ndryshme, pastaj lindi. E fitove si përfundim? Si përfundim akoma, në prill. Në prill marrë përgjigjen. Në prill dalin. Po, gjitha i kam bërë intervistë. Fitosh edhe suksese, nuk e di. Sepse e ke me shumë qef. Po, e kam me qef, po, si diskuton. Që të shkosh atje. Po. Ka momente të vështira sporti atletikës? Çfarë shikon pjesën më të vështirë? Po, ka shumë. Me thënë, nuk është sport i lehtë, është sport olimpik, gjithë e njohin dhe është gjithmonë ajo pjesa e stërvites, do të thënë ti trajnohesh, shkon deri në limite.
edhe thua nuk e dua më, nuk du të vrapoj më, po ditën tjetër prapë vjen ai qefi, është, domethënë nuk e di. Ditën tjetër thua kam investuar shumë. Kam investuar shumë, ajo është. Kam bërë 2 orë stërvite di pse ta prish për sot. Po përveç ezaurimit fizike dhe lodhjes madhe, çfarë le të themi kufizimesh të tjera kërkon atletika shoqëruese në mënyrën si fles, si ushqehesh? Po, nuk diskutohet çdo Stili jetesës, se sporti ka shumë kufizime. Po diskutohet, domethënë sporti duhet pjesë e regjimit për çdo sportist, domethënë gjumi i mirë, ushqimi i mirë, dhe balanci midis sportit dhe shkollës, nuk diskutohet, domethënë, sepse nuk duhet të jesh, domethënë unë kam si parim që njeriu duhet të jetë universal, duhet të ketë edhe pjesën e studimit, edhe pjesën e sportit dhe pjesën e qefit. Nuk duhet të bëj të gjitha, të gjitha nga pak, një jetë kemi. Megjithatë është e vështirë të bësh mirë të gjitha. Kështu që duhet vendosur prioritete dhe për shpenzuar energjitë më shumë aty ku ne duam, apo kemi vendosur objektivat, se ndryshe nuk arrin, bën shumë gjëra, por nuk bën në asnjë fushë nuk shkëlqen. Kështu që me sa shoh ti gjithsesi edhe shkolla, sporti e ke të lidhur, pra e ke dhe pjesë të ardhmes këtë pjesën sportive. Fakti që do të shkosh te kjo shkolla ushtarake Po kur mbaron këtë shkollën çfarë del ti? Kur mbaron këtë shkollën, domethënë merr 2 diploma. Ke dhe diplomë si oficer, domethënë se mbaron pjesën e ushtrisë, edhe diplomë për çfarë degë do vazhdosh atje. Unë besoj do vazhdoj për shkenca kompjuterike. A të lidhen njëra me tjetrën? Nuk lidhen, por se po lodhe shumë, do të thënë. Po çfarë ti bëjmë? Shkenca kompjuterike dhe shkollë ushtarake, o sot. Të dyja bashkë. Ti, në çfarë disipline je? Atëherë unë jam marrë me sportin e basketbollit, kur kam qenë në një moshë relativisht të vogël. Nisa më shumë si një mënyrë për të hequr atë pjesën e stresit të ditës, por me kalimin e kohës më hyri shumë në qef, edhe fillova Çfarë moshë nisi basketboll? Nisa diku tek mosha 12 ndoshta, 11 vjeç, edhe filloi që të më hynte shumë në qef, fillova ta praktikoj, po pastaj me kalimin e kohës kuptova që do të provoj ndonjë gjë tjetër, edhe nisa tenisin. Tani e praktikoj kur ka mundësi, sepse sigurisht shkolla ta kufizon ndoshta pak të kohën, por që kur të kohë që të kem kohë të lirë, sigurisht që e praktikoj se më pëlqen realisht shumë. Tani e le basketbollin dhe të pëlqen tenisi, apo i zhvillon të dyja? Basketbollin e zhvilloj më shumë në shkollë, sepse aty kemi më shumë mundësi se sa sportin e tenisit, sepse është një sport më individualist edhe relativisht është pak më vështirë për ta praktikuar në shkollë. Ndërsa basketbollin është dashuria ime e parë e sportit, kështu që sigurisht e ka vështirë të ndash. Po. Nga ajo. Pse tani unë shikoj që përveç një pasioni që të kthehet, por ajo kthehet edhe në një nevojë fizike. Ndjen ti këtë dhe çfarë benefite shikon ti tek vetja jote dhe si ndihesh kur nuk e praktikon asnjërin nga sportet? Kur je në periudha të gjata pushimi ose Po, personalisht kur e praktikoj çfarë lloj sporti, edhe volejbollin që e praktikoj në sport, pavarësisht se në shkollë, pavarësisht se nuk jam më e mira, por gjithmonë ndjem benefite nga sporti. Ska nevojë të jesh më e mira në çdo gjë. Po, edhe ndjem benefite gjithmonë, ndihesh më e lumtur, ndihesh më e kënaqur, nuk ke më stres, domethënë për ato momente sa luan, mendoj vetëm për atë, edhe të ndihmon shumë për pjesën tjetër të ditës. Kështu që është një moment shumë i mirë vetëm për të relaksuar edhe për të lënë mbrapa çfarë do të ketë ndodhur gjatë ditës. Ku e merrni nxitjen më të madhe për të zhvilluar sportin? Nga familja apo nga shkolla? Pra kush ka qenë ajo nxitja fillestare? Nga familja. Nga familja. Për të qenë më aktiv, mos netër pasiv, edhe siç tham nga telefoni. Ai. E keqja e këtyre korave. Ajo ka qenë. Të ka çuar mami ndonjë kurs që s'të ka pëlqyer fare, e ke ndryshuar kursin? Basketbolli. Shkove në basketboll? Nuk ka qenë për mua ajo. Po sa kohë bëre? Shumë pak muaj, 3-4 muaj. Pastaj nisa volejbollin. Këto 3-4 muaj besoj shkoje në shtëpi dhe i thoje mami s'dua më. Jo, po vetëm për një pak aktive, ishte për të provuar gjëra të reja. Për ty Arbi, kush e ka nxitja? Nxitja më madhe është nga familja, diskutohet, po edhe nga shkolla. Domethënë duhet ta them edhe këtë. Sidomos nga profesor Beni. Ngele teatri profesorit. Jo, sidomos nga profesor Beni, këtë do të përmendja. Domethënë ai më ka nxitur akoma më shumë. Kur i kam çuar kupën e parë, domethënë, ka pasur një lloj emocioni shumë të madh dhe tani domethënë nuk e di kur e shoh që profesori domethënë krenohet me mua, diskutoj që edhe unë dua të vazhdoj akoma, pse jo? Ta bësh edhe ti akoma më krenar. Ndihet krenar.
Kur ka nisur sporti për ty, në çfarë moshe dhe nisur ishte familja që patjetër i merr fëmijët përdoret prindrit edhe i çojnë, do të çojmë këtu. Po, ka nisur të merresh njëherë me këtë. Ka nisur shumë herët. Besoj nga mosha 6 vjeçare, më kanë futur në kurs futbolli. Nuk e di se mbaj më 2, gati 3 vite, pastaj kalova te basketbolli. Ajo i ka qenë, kam pas, domethënë, pasion shumë të madh. Po doli edhe kjo pjesa, pastaj atletikës, e këtu ndryshoi situata. Pra e keni nxitje të vazhdueshme nga prindrit që ju flasin për sportin, rëndësinë e tyre dhe që mos u merri me celularin. Ti Livia nise, siç the, me basketboll. Po, nisem me basketbollin, pak edhe nga prindrit. Deri në moshën 12 vjeç nuk ishe marrë me asnjë lloj sporti, ndonjë balet ose ndonjë gjë. Po, kam provuar edhe baletin. Pra, se vajzat nga kësi golf. E kalojnë atë fazë të gjitha. Po, shkova disa muaj edhe në balet, e provova. Nuk ishte për mua, por që sigurisht që... Disa muaj vetëm nuk arrite dot më shumë, nuk të pëlqente. Po, edhe pastaj fillova me basketbollin edhe... Mendoni që do ju shoqëroj gjithë jetën sporti? Tashmë është futur në pjesën e disiplinës tuaj? Mendoj që për neve është mënyra më e mirë për të shpenzuar kohën tonë të lirë, por edhe jo vetëm, pse kur dikush e ka talent, pse jo mos ta përdori atë për të ardhmen e tij. Përveç sportit bëni dhe kurset e tjera? Unë merr me palestër, në fakt. Ti bën palestër? Sa mirë. Sa herë në javë? 3 herë në javë. 3 herë në javë. Arbitrim dhe palestër jeti tani. I ke lënë gjërat e tjera. Ndihesh më mirë në palestër? Palestra është pak solitare në sensin e zhvillimit të stërvitjes, ndërkohë që lojrat si basketboll, volejboll kanë edhe një lloj mundësie socializimi, ka një lloj adrenaline ndryshe. Ndihesh mirë? Mirë, sepse varet çfarë kërkojmë ne nga trupi jonë. Pra nëse ne kërkojmë ndërtojmë muskuj, normal që do shkojmë në palestër, po pastaj ke pjesa tjetër socializimi, siç tham, adrenalina, normalisht palestra nuk ta ofron. Kalorinë në një farë mënyrë qëndron në formë dhe me sport. Po, qëndron, por ndoshta është më lehtë të ndërtosh muskuj në palestër, pra të bësh një trup pak më të tonifikuar, ndërsa ajo sporti thjesht ta mban fit trupin. Po, edhe fakti që je vetëm, ti në një farë mënyrë bën vetë kalendarin tënd, ndërkohë që për të bërë një skuadër mund të duhen mundit e shumë njerëzve që të mblidhen etj, kështu që mund të mos jesh shumë konstant te kjo pjesë, pastaj të dëmton. Kështu që palestër, kjo mosha është okay për palestra, për ndërtuar muskuj tani. Bën palestër ti? Po, edhe unë bëj palestër. Edhe ti bën? Po, sa herë në javë? Unë bëj 3, domethënë sport, palestër, vrap edhe not. Kur mëson ti djalë? Del kohë? Gjej, patjetër që gjej kohën. E gjen kohën. Njeriu e gjen gjithmonë kohën po doj. I bëj të gjitha. Livia? Edhe unë jam marrë me palestër, merrem akoma, për diku 3-4 herë në javë, varet nga ngarkesa e javës. Edhe ndoshta nuk e pëlqej aq shumë sa sportin, po është një mënyrë e mirë, gjithsesi për të qëndruar në formë. Sa rëndësishme është për ju që shkolla tjetë një nxitse e sportit, edhe një hapësirë ku ju e shprehni veten në disiplina të ndryshme. Dhe këtu kam fjalën jo vetëm për aktivitetet sportive që ju bëni, disiplina sportive, por edhe klubet e debatit, klubet e letërsisë, mbase klubet e matematikës, olimpiada matematike, nuk e di çfarë si e keni të organizuara në shkollë. Pra, përveç këtij fakti që do mësojmë këtë mësimin dhe do shkojmë nëse na bie lapsit, përgjigjemi përpara mësueses dhe marrim një notë. Pra sa rëndësishme është që shkolla të jetë vërtet hapësirë e madhe, ku secilit ketë mundësi të shprehet aty ku e gjen veten. Unë personalisht mendoj se një mësues nuk duhet të ketë vetëm një metodologji të mirë, pra sa mirë e shpjegon mësimin, se sa i qartë është, se sa di ai të sillet me nxënësit, por është e rëndësishme dhe se sa një mësues mund të arritë të çojë ty në potencialin tënd, pra të ta njohë potencialin dhe të di ato pikat e tua të forta dhe të ndihmoj të zhvillosh. Pra për mua kjo është shumë e rëndësishme. Shkollën e shikoni një ambient ku vërtet keni krijuar miqësitë tuaja, ku shpreheni në të gjitha fushat që ju doni, pra ju e gjeni veten aty në të gjitha dimensionet që ju keni, qoftë sportive, qoftë intelektuale, mentale, se ju jeni në një moshë që keni shumë kureshtje, kështu që edhe përballja me njëri tjetrin, zhvillimi juaj personal, artikulimi, ka shumë element që ju në një kohë të shkurtër duhet t'i zhvilloni. E gjen Arbi këtë hapësirë në shkollë? Po, patjetër që e gjen. Megjithëse kurrikula jonë shkollore është pak e cunguar, domethënë kemi këtë pjesën e olimpiadave, pjesën e klubeve të tjera që ti jep atë, domethënë ta jep atë shtytjen, sepse nga këto klube, nga kjo domethënë
nga klubet e debatit, klubet që the për pjesën e matematikës, aty gjenden dhe talentet. Diskutojnë që kemi edhe fitues olimpiadash në shkollë, kemi fitues ndërkombëtar dhe kombëtar. Kështu që është një hapësirë. Është një hapësirë patjetër. Livia? Po është një hapësirë shumë e mirë për të zhvilluar ato pasionet që ne kemi, duke qenë se kemi një shumëllëshmëri klubesh, kemi klubin e debatit, klubin e sportit, klubin e matematikës, kemi lloje të ndryshme, kështu që me siguri do ta gjesh veten diku, edhe për radhën e shoqërisë është shumë mirë sepse definitivisht do gjesh dikë ose disa persona që ju për interesat tuaja janë të njëjta, kështu që krijon një shoqëri shumë të mirë. Tani do ta mbyllim, por para se ta mbyllim, çfarë do doni të kishte diçka shkolla juaj që nuk e ka? Hidhni pak krip gjithë ëmbëlsirës që po tërë tani. Asgjë. Na ka pengush. Është shumë e mirë. Mendoj ta mbyllim tani. Nuk ka asgjë që do doni ta ndryshoni? Mungon diçka te shkolla juaj? Unë për vetë do themi pista atletike. Një pistë, Na kufizon Unë do thënë profesori e mori e shënon në blog, një pistë atletike. Unë do thënë që ta praktikoni më shumë sportin e tenisit, se është realisht një sport shumë i bukur. Pa ai është, nuk e di pse është futur në sportet elitare, sa e mundur është që të bëhet nëpër shkolla, por do ishte shumë mirë faktikisht. Ne kemi fushën e tenisit. E keni? Po, e kemi një fushë tenisi. Mund ta bëni, edhe me iniciativa personale, Bëhet, edhe me profesorin mund të flisni, kështu që ju falenderoj shumë. Shumë faleminderit. Jeni shumë të mirë, mua më impresiononi çdo ditë. Ju quajmë pak brezi ekranit, por jeni një ekran shumë i bukur, edhe për mua shumë të formuar. Do t'ju ftoj sërish në program në tema të tjera. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit. Ne kemi mbërritur në fund, ju falenderoj shumë që na ndoqët.